Mohamed Salah mori numrin 10 të Trabzonspori fal Ernest Muçit. Futbollisti shqiptar vendosi vetë që të priste kështu yllin e Egjiptit, duke qenë se kjo fanell ishte dëshira e tij. Ertugrul Dogan është presidenti i Trabzonsporit, që ka falenderuar publikisht Muçin. E falenderoj Muçin. Fakti që ai, me iniciativën e tij, shkoi dhe ja dha fanellën e tij Mohamed Salahut, mendoj se ishte një gjest shumë i rëndësishëm dhe një tregues shumë domethënës. Të dy janë lojtarë shumë të vlefshëm për ne, por fakti që ai e bëri diçka të tillë me vullnetin e tij, vërtet më emocionoi mua dhe të gjithë lojtarët e tjerë. Prandaj, dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë edhe këtu, u shpreh Dogan. Armand Muslika ka firmosur kontratën e parë si profesionist me Tottenham Hotspur. Ky është raportimi nga Anglia për 17 vjeçarin e moshave të kombëtares. Ekskluzive. Mësohet se Armand Muslika ka nënshkruar kontratën e tij të parë profesionale me Tottenham Hotspur. 17 vjeçari i kombëtares së moshave të Shqipërisë konsiderohet një talent me shumë perspektivë dhe e mbylli sezonin e kaluar me 19 kontribute në gola plus asiste. Muslika mund të përshkruhet si një djallë i goditjeve të dënimit, pasi sezonin e kaluar shënoi disa gola nga goditjet e lira, shkruan Lily White Rose. Pritshmëritë janë të mëdha, dhe Tottenhami e tregoi duke i besuar kontratën e parë si profesionist. Klubi Spartak të Moskës ka prezantuar sot zyrtarisht Mirlind Dakun si afrimin më të ri të tij. Futbollisti shqiptar është transferuar nga Rubin Kazan pasi Spartak Moskë bleu 11 milion euro kartonin e tij. Klubi bëri të ditur se Daku kishte firmosur për 3 vitet e ardhshme me të. Dashuroj të shënoj gola, tani do ta bëj për Spartakun. Ishin fjalët e Dakut në videon e prezantimit, ku ai shfaqej me fanellën e skuadrës së re. Sulmuesi ka zgjedhur numrin 19 në klubin e ri, një fanellë që përkon me atë që mban në radhët e kombëtares shqiptare. Arixhon Ibrahimović foli për pozicionet ku ndihet më mirë, rolin si zëvendësuesi Luis Diazit te Bayern Munich dhe objektivat e tij për sezonin e ri. Futbollisti 20 vjeçar deklaroi se është i gatshëm të luajë kudo ku të ketë mundësi për Bayernin, edhe si zëvendësuesi Luis Diazit. Unë mund të luaj kudo në repartin ofensiv, në të majtë, në të djathtë, si numër 10 ose si sulmues. Te Heidenheim madje kam luajtur edhe disa ndeshje si mbrojtës i djathtë. Diaz është një djalë shumë i mirë dhe me humor, i cili sjell shumë energji. Mezi pres të kaloj kohë me të dhe mund të mësoj shumë prej tij, sidomos sa i përket stilit të tij të lojës dhe kreativitetit. Kur ishim në Tokyo 3 vite më parë, luajtëm kundër Liverpoolit dhe Diazit. Pas vëshëllimës së fundit, shkëmbyem fanellat, tregoi futbollisti shqiptar, i cili është në listën e atyre që po monitorohen nga FSHF. Interi po kërkon me ngulm Musa Diaby dhe për këtë, në marrëveshjen me Al Ittihad mund të përfshihet Kristian Aslani. Zikaltërit duan ta largojnë menjëherë me sfushorin e kombëtares shqiptare. Nuk do të jetë lehtë, duke qenë se për Aslanin janë investuar rreth 15 milion euro. Sa i përket Diaby, operacioni mund të shkojë drejt konkretizimit nëse përfshihet një lojtar ose francezi pranon urjen e pagës. Pavard ose Aslani janë alternativat që Interi i ofroi Al Ittihadit. Diaby është 27 vjeç dhe do të kontribuonte në krahun e djathtë të sulmit, dhe jo vetëm. Bayer Leverkusen mbetet po ashtu në garë për shërbimet e tij. Christian Shpendi pritet të vazhdojë aventurën me Cezenën dhe të jetë pika kryesore e sulmit për sezonin e ri. Pavarësisht interesimit të vazhdueshëm që ka shoqëruar emrin e tij gjatë periudhave të fundit, klubi italian nuk ka marrë deri tani asnjë ofertë konkrete që do ta binte për një transferim të sulmuesit shqiptar. Sipas mediave italiane, nëse nuk vjen një propozim i jashtëzakonshëm, Shpendi do të mbetet pjesë e skuadrës bardhëzi dhe do të udhëheqë repartin ofensiv. Drejtuesit e klubit kanë nisur kontaktet me përfaqësuesit e tij, Fali Ramadanin dhe Romualdo Corvinon, për të rishikuar kontratën aktuale dhe për të shpërndarë më mirë kushtet financiare të marrëveshjes, e cila skadon më 30 qershor 2028. Sulmuesi shqiptar shihet si një nga pikat më të forta të projektit të ri të Cezenës, që po ndërton një skuadër të re në drejtimin e drejtorit sportiv Andrea Mancini dhe trajnerit Alessandro Diamanti. Pas një sezoni me vështirësi, klubi synon të nisë një cikël të ri dhe Shpendi konsiderohet një nga lojtarët mbi të cilët do të mbështetet ky projekt. Në repartin ofensiv, pas Shpendit është afruar De Benedetti, ndërsa në krahun e majt pritet të luajnë Fiori dhe Caprimi.
Pika që mbetet ende për të zgjidhur është krahu i djathtë i sulmit, ku Cesena kërkon një lojtar më të konsoliduar për t'i dhënë më shumë cilësi skemës 4-3-3 të Diamantit. Me një buxhet më të kufizuar se sezonin e kaluar, drejtuesit po punojnë me kujdes në merkato, ndërsa disa lojtar pritet të largohen. Megjithatë, vendimi për shpendin është i qartë. Ai mbetet një nga shtyllat e skuadrës dhe një nga imrat kryesor të projektit të ri të Cesenas. E ardhmja e Fisnika Slanit do të jetë në Bundesliga. Sulmuesi i talentuar i Kosovës ka vendosur të ndrojë skuadër, duke zgjedhur që të vazhdojë karrierën e tij te RB Leipzig. Por sulmuesin që kishte shkëlqyer te Hoffenheim ka pasur interesim të vazhdueshëm nga klube të ndryshme, si Borussia Dortmund apo edhe Barcelona. Por në fund, ai ka pranuar ofertën e Leipzig, që ishte gati të kënaqte edhe kërkesat financiare të klubit të tij aktual. Leipzig do të shes Jam Diomande te Real Madrid për 115 milion euro, ndaj ka pranuar kërkesën prej 25 milion eurosh që i është bërë për kartonin e Aslanit. Ky i fundit nuk ka qenë në grumbullim me ekipin gjatë ndeshjeve të fazës përgatitore, në pritje të transferimit, dhe pritet që sot të bashkohet me Leipzig në fazën përgatitore në Austri dhe të prezantohet si blerja e re e klubit. Largimi i Dejan Ramaj nga Borussia Dortmund është i pashmangshëm. Portieri shqiptar nuk udhtoi me Dortmundin në Japoni për fazën përgatitore, ndërsa po zhvillon bisedime me klubet e interesuara për shërbimet e tij. Akoma nuk dihet nëse do të ketë huazim apo transferim përfundimtar. Kopenhagen është një nga emrat që qarkullon, duke qenë se Ramaj bënte mirë më parë në Danimark. 24 vjeçari i kushtonte 5 milion euro Dortmundit në shkurtin e vitit 2025. Kujtojmë se edhe me FSHF-n ka qenë në kontakt për të veshur fanellun e kombëtares. Refuzimi nga ana e tij erdhi për shkak se pret ftesën e Gjermanisë. Deri tani nuk është konsideruar alternativë. Transferimi i Mohamed Salah në radhët e Trabzonsporit është padyshim një nga lëvizjet më të bujshme të viteve të fundit në kampionatin turk. Ylli egjiptian ka udhëtuar sot drejt Turqisë, ku ka kryer testet mjekësore dhe më pas do të prezantohet në radhët e klubit turk. Menjëherë pas lajmit se Salah do të transferohej te Trabzonspor, u përhap edhe lajmi se ai do të merrte fanellun me numrin 10 në këtë klub, ndonse në Trabzon kishin bërë gati apo me numrin 11, siç e kishte mbajtur te Liverpooli. Mediat turke kanë sqaruar se sapo Salah ka bërë kërkesën për të marrë numrin 10, siç e mbante te përfaqësuesja e Egjiptit, Muçi, i cili zotëronte këtë numër, ka pranuar menjëherë të lëshojë ato fanellë në shenjë respekti. Një gjest që është vlerësuar edhe në rrjetet sociale nga tifozët, të cilët kanë falenderuar futbollistin shqiptar për këtë veprim, duke kujtuar se në klube të tjera shpesh kishte edhe sherrë për numra fanellash. Njëkohësisht, klubi Trabzonspor është vënë në lëvizje për të ndihmuar tifozët të cilët kishin blerë dhe stampuar fanellat me numrin 11 të Salah. Trabzonspori ka bërë të qartë se do të ndërrojë falas nimrat në fanellë, por të gjithë tifozët që do të rivendosnin numrin 10.